Nuk e kam lexuar komunikimet, nuk i kam lexuar. Shembull përmend 5 votat listës serbe që mund të jenë. E këtë e ka përmend tash më falni se puni me nga njëherë në emisione për shkak të shumë thashë themeve, shumë gjërave, edhe ka pak humor, ndoshta na ndihmon. Por në këtë pikë e kam dëgjuar zëvendës kryeministrën Gërvalla për plan që ka përmendur një plan që ndonjë prej deputetëve të listës serbe të votoj për kryeparlamentarin apo për qeverinë, vetëm për të dukur që ka koalicion apo marrëveshje me listën serbe. E them me përgjithësinë e plot që as nuk kemi pasur komunikim me ta, as nuk kemi e as nuk do të kemi. Po çka nëse dalin ata ju votojnë? Ne mendojmë që ata s'mund t'i ndalojë askush që t'i votojnë. Po nuk ka marrëveshje me këta. Do të thonë, nëse ata e bëjnë, është qëllimi me na dëmtu. Do të thonë, nëse e bëjnë, është qëllimi hapur me na dëmtu. Dhe ka plan, nëse ndodh kjo, tamam, ka plan të strukturuar qysh me na dëmtu në këtë drejtim. E mjaftueshme ju edhe ata vinë edhe votat e listës serbe fare. Unë mendoj që është gabim fatal që KQZ-ja ka certifikuar listën serbe. Po, për këtë është dashur ju të ndërmerrni një iniciativë, zonja Axhiu, e t'i drejtojnë gjykatave, e kemi penguar. Antarët tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e kanë kundërshtuar certifikimin e listës serbe. Dhe antarët tanë nuk e kanë, domethënë, e kanë dërguar, tani ka qenë vendimi i BZAP-it, ka qenë Gjykata Supreme, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pastaj vendimet e tyre i ka marrë Sitmir Qena, por aty në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është dashur të insistohet fuqishëm që ky subjekt mos certifikohet. Është gabim sepse lista serbe në kryetari i saj ka bërë sulm terrorist në vendin tonë. Da është faji gjithë listës serbe apo është vetëm i Radojqiqit? Dhe ata asnjëherë s'janë distancuar nga ky sulm terrorist. Ata i mbështesin, ata janë dorë zgjatur e Vučićit në Republikën e Kosovës. Ata nuk përfaqësojnë interesat e qytetarëve serb në Republikën e Kosovës. Përkundrazi, edhe gjatë këtyre zgjedhjeve ka pas raste të raportimeve kur ju kanë bërë presion, shantazh qytetarëve serb që të votojnë për ta. Pra, qytetarët serb mendoj që nuk ka nevojë për një subjekt të tillë politik që dirigjohet nga Vučići, që nuk e njeh Republikën e Kosovës dhe çfarëdo veprimi që e bën këtu është për me pengu zhvillimin edhe për me pengu përparimin e Republikës Kosovës. Çka nëse dalin ata dhe i votojnë? Kryekumvendarin e juaj, qeverinë, e krijojnë një situatë. Çfarë mund të bëni ju pastaj? Kushtrim. Ju nuk mund t'i adresoni sekretarisë, i thoni nuk i pranojmë këta vota. Nuk mund ta bësh atë. Ajo dëshmon që ka plan të hapur për me dëmtu. Ashtu siç e thash edhe një herë, me përgjegjësinë më të madhe, nuk ka plan diskutimi me ta, nuk na duhen votat e tyre dhe nuk do të kemi asnjë komunikim me këtë subjekt politik. Nëse jeni a priori anti-lista serbe, në çfarëdo lloj bashkëpunimi, a jeni anti Adem Hoxhës, i cili është deputet Goran, por që ka funksionuar në kuadër të grupit parlamentar të listës serbe. Madje Hoxhën e pash sot të ulur afër në fakt tek ulësit e AK-s, duke që do t'i bashkangjitet grupit parlamentar të Aleancës për Harmoninë e Kosovës. Hoxha ka qenë një nga ata të cilët kanë votuar për presidentin Osmanin në momentin kur është nevojitur vota. Ai ka qenë